Fluksi turistëve të huaj gjatë muajve të verës në qarkun e Korçës vijon të jetë në të njëjtat nivele me një vit më parë, ndërsa këtë sezon është vënë re edhe prania e turistëve nga Suedia. Sipas operatorëve turistik, bëhet fjalë kryesisht për grupe të strukturuara nga vende të ndryshme të Europës, që zgjedhin juglindjen e vendit për klimën e favorshme dhe destinacionet që ofron. Këtë vit kemi qenë pothuajse tek të njëjtat shifra si vitin e kaluar, kemi pasur të huaj kryesisht të pothuajse nga gjithë Europa. Risi për si vjet kanë qenë turistët suedez, të cilët kanë filluar të preferojnë Korçën dhe besoj se do të kemi një zgjerim të tregut. Po ashtu turistët gjerman, polak e kanë pasur tradit për që në Korçë në çdo vit, kjo për shkak të klimës që ne kemi kryesisht. Po ashtu dhe turistët spanjoll kanë qenë shumë të në numër. Për muajin gusht, rezervimet vijojnë me të njëjtin trend, ndërsa operatorët presin një rritje të fluksit të vizitorëve për shkak të zhvillimit të festës së birës në Korçë. Për pjesën e gushtit vazhdojmë të ngelemi në të njëjta trende, përsëri me turistë të huaj. Presim që të fillojnë masivisht rezervimet e festës së birës, por mendoj se duke qenë janë muaj vere, njerëzit janë me pushime, janë pak më të lirshëm për të bërë rezervimet minutës së fundit për festën e birës, duke pasur parasysh dhe emigrantët të cilët kthehen dhe është diçka që vendosin në momentin e fundit, por që sigurisht është e pritshme që do të jemi përsëri plot tek këtë festë të birës. Fluksi turistëve të huaj pritet të mbetet i lartë deri në fund të shtatorit në të gjithë juglindjen e vendit. Pas kësaj periudhe, struktura e vizitorëve ndryshon, me turistët vendas dhe ata nga vendet e rajonit që zen pjesën më të madhe të fluksit turistik.